Kthehemi me pjesën e dytë, pjesën kontaktuese ku ju mund të na gjeni në numrin e telefonit +383 45 471 848, drejt për drejt në numër ose edhe në Viber e WhatsApp. Në rubrika dërgoni mesazh, ato i mirpresim me të shkruar dhe i lexojmë gjatë emisionit. Sot jemi pak më shumë se 21:30 sepse jemi vonu. Për çështje teknike në fillim të emisionit do të mundohemi ta kompenzojmë duke u dhënë hakun pyetjeve tuaja të mundshme përmes telefonatave ose edhe atyre me shkrim si gjithmonë. Përpasi kanë telefonatat për çka mirpresim durimin që të priturin në linjë, derisa hoxha është duke u përgjigjur në pyetjen paraprakë që mos ta shkëpusim dhe mos i hym hak pyetësit ose pyetëses me shkrim. Telefoni veç tashmë është i hapur dhe ne mirpresim telefonata tuaja, ndërkohë shkojmë me pyetjet tashmë të dërguara në redaksi. Sonte edhe së fundmi kemi pyetje pak më të gjerë, po hoxha e rrumbullakson ashtu siç duhet pyetjen e parë. Hoxha nderuar thotë kështu: si shpjegohet mungesa e theksuar e kulturës, edukatës e mirësjelljes së të rinjve ndaj të moshurve përgjithësi, e fatkeqësisht përfshirë këto edhe padëgjueshmërinë dhe mosbindjen e jo pak prej tyre, pra fëmijëve, ndaj prindve të vet. Një situatë kjo që po e përjetojmë pothuajse për çdo ditë në mesin tonë. Bismillahirrahmanirrahim. Pyetje shumë e vend, kjo pyetje. Feja sikur që na mëson edhe paraprakisht është e tëra është edukat. Dhe nëse çdo herë flasim për mirësjelljen, asnjëherë nuk e teprojmë. Sepse në çdo sferë të jetës promovon, nxit dhe do të stimulon sjelljen e mirë. E në këtë rast është një hadith konkret i cili flet për këtë çështje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana." Nuk është prej nesh ai i cili nuk i mëshiron të vegjëlit dhe ai i cili nuk i respekton të moshurit. Kjo është hadith shumë përmbajtësor, i cili tregon se po njëjtën kohë, po gjithsesi se nuk është prej nesh, kjo tregon që nuk i ngjan moralit ton, nuk është pjesë e personalitetit ton, ai i cili i ka këto dy cilësi, nëse nuk i ka këto dy cilësi. Pra e para po kërkon pej të mëshurve, pej të rriturve, prej atyre që janë më të pjekur, ti mëshirojnë dhe nganjëherë të mos tua marrin për madhe gabimet e atyre që janë më të vegjël në moshë. Sepse vetë mosha aty në re tregon se ose nuk janë të pjekur sa duhet, ose nuk janë formuar sa duhet dhe do duhet që të kemi durim me ta. Në anën tjetër, për kategorinë e cila është rinore, kërkon thot nuk është prej nesh ai i cili nuk i respekton të moshurit ton. Dhe ky hadith, sikur që tha, është hadith edhe një hadith i cili flet për reflektim që do duhet të ketë rinia jonë, sepse pjesë përbërëse e moralit tonë është edhe respektimi i të vjetërve, më shumëve. Dhe nëse merr edhe studioje jetën e të parëve tonë, sa kanë qenë të kujdesshëm këtë aspekt. Pastaj u përmend edhe prindrit, që kjo është ngushtë, hala më ngushtë citata. Paramendoje Allah në Kur'an, kur përmend për prindrit, thot wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Thot adhurojeni Allahun dhe mos i bëni shok rival në adhurim atij asgjë, dhe keni kujdes me prindrit silluni mirë. Kërkesa dytë, më njëherë pas adhurimit ndaj Zotit. Dhe pastaj vazhdon ajeti duke thonë, ndëse njërin prej tyre apo të dytë i zën pleqëria, fala tanharhuma wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan karima. Nëse ndonjërin prej tyre e zën pleqëria apo të dytë, mos u sill keq ndaj tyne
e as mos ju thuj madje as of, por thuj atyre fjalë të mira. Tash mund paramendosh, është pleqëria, është ajo koha ku prindrit tanë mund të harrojnë, mund mos i mojnë gjërat men, dhe është ajo kohë ku ndoshta kanë herë i përsëritin gjanat shpesh. Dhe tash Allah sikur e din këtë gjendje, dhe gjithsesi se e din, prandaj na mëson këtë gjendje na mëson se si të reagojmë, po thot kanë herë të trit kjo mund të shkaktoj një lloj nervozizmi, se si po i përsëris gjanat dhe prap po pyet pyetjet e neta, Allah po thot atyne as of mos ju thuj. Gjën më të vogël, e të mos flasim me ngrit zanin e me fol fjalë të pahishme. Runa Zot, mundem na sprovu Zoti me pas edhe prindin jo besimtar. As ndaj ti nuk kërkohet sipas fesë me ngrit zanin, por duhet me pas respekt ndaj tij. Për këtë kemi shembull e Ibrahimin a.s. Përmendet ka pas babain i dhujtar, dhe në disa transmetime na zjarrin gjigant që kanë ndes për me djeg Ibrahimin a.s. përmendet se edhe vet babai i tij ka marrë pjesë. Dhe tash prap është ajo mirësjellja e tij në raport me babën e tij. Çdo herë morali i tij, dialogu me babain, ja ebeti, o babush jem, o baba jem. Mos e vepro këtë gjë, mos e adhuro shejtanin, mos i adhuro këta idhuj për cilve nuk ka domosdobi. Çfarë dëmshërie, çfarë do ta lut Zotin për ty. Dhe nga kjo duhet të marrim mësim. Në anën tjetër edhe kur folëm për plesht, na kemi rastin më të mirë për këtë, rastin e dy nipa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Hasani dhe Huseini, të cilët e kanë pa një të moshuar, dhe kjo tregon atë edukatën që kanë marrë, edukatën e lartë që kanë marrë në medresën, në shkollën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ata janë formuar dhe janë edukuar në prehrin e tij. Gjatë marrjes së abdesit. Po, kur gjatë marrjes së abdesit, pra, një plak i cili gabonte në renditjen e abdesit, nuk i lante gjymtyrët mirë. Tash ata për mos me lëndu, ose për mos me thonë fjalë se ti nuk din, i thanë o xhaxha, tha, a na shikon neve dyve, duke marrë abdes, na tregon cili për ne po merr më mirë. Ajo tash forma e abdesit është e njëjtë, dhe plaku e kuptoi. Tha valla ju po merrshi abdes më mirë se unë. Krejt kjo për mos m'ja lëndu ndjenjat, kjo është ku ka përvesen e Islam si lloj promovim të këtyre vlerave. Prandaj do duhet të kemi shumë kujdes. Është një hadith i cili flet se bereqeti është me të moshurit tan. Nëse ndaj tyne sillemi mirë, do të vijë koha që edhe na kur të plakmi do sillet dikush mirë me neve. Prandaj duhet të llogaritim shpërblimin e Zotit dhe të sillemi mirë gjithsesi me ta. Kalëm të një citat pak më e rëndë. Thot, cili është fati i atyre njerëzve që të stërlodhur nga jeta dhe mundimet e saj, kanë ardhur deri te ajo pikë sa e mendojnë vetvrasjen, një këshill për ta. Shqetësuese po. Shumë si pyetje e dytë nga jashtë. Çfarë do situate që më të më ardhë njeriu? Çfarë do vështirësie që më të më ardhë? Na kemi bindjen, ajeti Kuranit është, kjo është siguri pe anës Zotit xhaleshanu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Me të vërtet, nëse përthejmë bukfalisht, thët me të vërtet me vështërsin, jetën ku me vështërsin vjen lehtësimi. Me të vërtet me vështërsin vjen lehtësimi. Dy herë, pra, për me të tregu për forcim. Bilen e kisha zbërthy pak më shumë për me kuptu çfarë urësie të madhe tje, po është shqetësuese, prandaj edhe po është pikërisht në këtë ajet. Ju jeni edhe profesor i gjuhës shqipe dhe na ndihmoni ka pak disa terma, nëse fjala el usr ka ardhur me nyjen shquese el, që tregon emër konkret, emër i përveçëm. Tregon
Letë mendosh me këtë qartë. po, pra është diçka e vetme. El usr ka ardhur vështërsia një. Pra emër konkret. Ndërsa menyjen e shuar me el që tregon për një gjë që është e numërueshme, një. Vështërsia ka ardhur një. Ka ardhur menyen shuese el. Ndërsa fjala vështërsia ka ardhur menyen shuese el që tregon është veç një, ndërsa fjala po numri njëjes, ndërsa fjala lehtësim ka ardhur menyen e pashuar që tregon shumësi. Pra, vështërsia është një, problem të zgjidhet shumë dalje. Lehtësia do të jetë e shumtë. Dhe duhet të jetë njëri i bindur ai që është besimtar në Zotin. Pavarësisht çfarë do rrethone që i vjen. Pavarësisht çdo situate që i vjen, Allahu ka me caktu lehtësi. Veç do të me prit. Prandaj edhe kjo pritje që e bën njëri me njet se jam duke prit ato që Zoti ka premtu i llogaritet i badet. Këta e vështirësi që te kanë. Prandaj në asnjë rrethon nuk kërkohet me runa Zot më marr vetë jetën. Për shkak se kjo është një mëkat i madh. Një është për mëkateve më të mëdha që në disa jetë ka ardhur edhe do xhenem do të jetë përgjithmonë ata të cilët tash nëse e marrim e shohim nëse dikush për shembull e ka tepruar edhe me gjunohe. Na gjithë jena gjunaçar. Allah na i fal mëkatet ya Rabbi. Allahu përmend ajetin kuranor dhe po them masi është pyetja ka shesu se isha zgjeru pak më tepër. Është një ajet i cili kur përmendet dietar ka thonë është ajeti më shpresdhënës që ka zbrit Kur'anin famlar. Është ajeti ku Allahu i lartësuar thot: "Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a." Dëgjoj me vëmendje. Thot: "O ju robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar veten me gjunohe, asnjëherë mos e hupni shpresën në mëshirën e Allahut." Allahu është ai i cili fal të gjitha. Innahu huwal ghafurur rahim. Ai është ai i cili është mëkatfalës dhe është mëshiruesi i madh. Shkruaj vetëm shprehjet nëse analizojmë. Thuaj o ju robërit e mi. Zakonisht në jetën e përditshme, prindi kur don mja tërheq vërejtjen e vladit vet. Prindi mirë e merr me të mirë, nuk i thot o ti rebelus, o ti që nuk po ndëgjon, ose ti kur don më jap një këshill të mirë i thot o djalje, o djaloshi, o biri me emra përkthels. Këtë rast Allahu po na thret neve me emrat më të përkthels. Nuk po thot o ju kriminal, o ju vrasës, o ju zinashar, po thot o ju robërit e mi, emër përkthels. Alladhina asrafu ala anfusihim, ju cilët e keni bo një mëkat, ju që keni bo dy, keni bo këto, e keni tepru me mëkate, kur mos e hupni shpresën në mëshirën e Allahut, se Allahu është ai i cili i fal të gjitha gjunohet dhe është mëkatfalës dhe mëshiruesi i madh. Përmendet kur ka zbrit ky ajet, Omeri radiallahu anhu e ka pas një shok dhe kjo është një rast për mua shumë breslënës, raportet shoqërore që do të me pas me njëri tjetrin. Përmendet kur ka qenë në xahiliet, kur ka qenë në kohën e periudhën e ignorancës, Omeri ka pas një shok që ka pas emrin Ayash. Dhe jenë kanë shok të pandarë, të shoqërueshëm, dhe kur Allahu e ka begatu Omerin me dritën e udhëzimit dhe u bë musliman, njëjtën kohë edhe Ayashi, shoku i tij është bë musliman. Dhe tash kjo jep me kuptu që rrezon edhe tezën atyne që Omeri ka shku haptazi e ka bëu hijretin. Thot Omeri ka thonë shokët e tij Ayashit, hajde dalëm edhe të shkojnë në Medinë, të bëjmë hijretin. Dhe duke shku rrugës, e kanë dalë Ayashin. Dhe i kanë thonë, mushrikët e Mekës i kanë thonë, nana jote thot është e smur.
ka vendosur me nejt veç në diell, s'po hen mrena heq. Mund ta paramendosh vop përvoluese në vendet e shkretirës. Dhe thot nuk po hen brenda. Thot ka vendosur mos me ngran heq. Për shkak teje, se e ka mërzit shumë ikja jote që po largosh prej saj. Ktheu tek nana jote, mos e mërz. Dhe ajo është tash për shkak ka zemër butësi që ka pas ndaj prindit, vendos të kthehet, ndërsa Omeri këshillon thotë o Jash, thotë këta nuk e kanë për qëllim me të kthy te nana, këta vetëm se kanë qëllim me të kthy në fenë të parë tyre, po. Dhe thotë nana nëse ka pa i dielli përvolues, do të hynë në hije. Nëse ka buria, po do të shihet, por ti qëndro dhe eja me mua të shkojmë në Medinë. Dhe Jashi vendos të kthehet. Dhe përmend thotë nga persekutimi dhe nga mundimet e kanë detyruar të kthehet në besimin e tyre. Dhe tash mund ta paramendosh. Na zakonisht kur kemi në shoqëri, këtu tash tregohet ajo shoqëria që është e sinqert. Nëse kemi një shoqëri për ndonjë interes saktum, një problem sa do i vogël me ndodh mes nesh, frishet shoqëria. Se edhe fillojnë atë flasim në shtaruna zot, disa fjalë pa qena rreth shokut që na pas deri dje. Pse ai ka qenë kështu, ai ka qenë kështu. Ndërsa Omeri që e kishte pas shok të shpirtit Ajashin, kur ka zbrit ky ajet, ja ka dërguar Ajashit në Mekë. Dhe kur ka marrë Ajashin me lexu, ju ka dukur sikur ka zbrit pikërisht për ta. Dhe ka deshtë Allah ka qenë ky ajet moment në reflektimi që Ajashi prapë është kthyer në fenë e Zotit dhe ka vazhduar jetën si besimtar. Prandaj gjitha këto janë raste për me tregu se Allahu nuk e ngarkon njeriun për te mundësisë, nëse të ka nu në një pozicion të vështirë. Ai është i gjithmonë edhe mundësinë edhe me të bëu zgjidhje. Por sikur se the ka një urtësi pse dhe sikur në botën tjetër. Se ndoshta u zgjeru me këtë pyetje, por dikush sprovohet me varfëri. Po ka njerë, ka thonë për shembull, po me borxhe, dikush sprovohet me smundje, dikush sprovohet me humbjen e dashurit, por nëse bën sabër, krejt do ta shohësh këto në fund që gjitha janë kanë mirësi për ty. Mjafton se për gjitha këto ka urësi që janë përmendura. Për shembull për varfëri, ka thonë Abu Dharri një kërkesë interesante. Thotë unë i du 3 gjëra. E du varfrin, e du smundjen edhe du vdekjen. Zakonisht njerëzit nuk i dojnë të gjëra, të kundërtën e tyne. Thotë e du varfrin se ajo ma zbut zemrën. Nuk më lën më u bë me një madh. Arrogant. Dhe kryenesht ndaj të tjerëve. Thotë e du smundjen, çfarë bëhet kuptimi. Thotë se smundje nëse bëj sabër unë nuk e kërkoj, po nëse Allah ma qënë, nëse provona bëj sabër, ajo me shlyn mu gjënat, bin gjënat nga trupi sikur se që bin gjethet nga pema. Dhe thotë e du vdekjen, për derisa të tjerë të urrejnë, për shkak se në ata konsideroj takim me Zotin. Dhe në fund për ta përmbyll gjithë këtë që thamë, është një ajet i Kuranit, ku Allah i lartësuar në Kuran famlar thotë: "Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin." Edhe lutja e fundit e banorëve të xhenetit do të jetë falënderimi takohet Allahut Zotit botrave. Në ditën kur do dalim për Allah, do të ekspozohen edhe urësit, sekretet e asaj pse na sprovu në këtë dynja. Kur do të shohim për çka na sprovu, do të shohim që Allah na pas ka dashur mirë na sprovu. Dhe bilim me po ata që janë kanë dërushëm, kishin me poshtë dëshirë ata që nuk janë kanë sprovuar, sikur edhe trupi i tyre ka ardhur në hadith të pret me gëshon, që edhe këta ta fitojnë as problem. Prandaj të gjitha këto janë me një urësi prite është sevap i madh për të lehtësimin. Dhe kur mos shkon mendja, mos e mendat pjesë. Nuk i takon besimtar. Amen ya Rabbi. Telefonat kemi, po e pranojmë telefonatën. Alo, Nani. Alo, Nani, në linjë të drejt për drejt. Regjia ja bëjmë di që nuk po e dëgjojmë telefonuesën ose telefonuesën. Jo të paktën në studio.
Alo, Ordone, kemi telefonatën në linjën ende? Alo? Po, Ordone, mirëmbrëma dhe juve. Mirëmbrëma, desha do pyetje mja bëhu që ka mundësi. Po, sigure, gjë që Ordone. Unë mas pare po pyse kam një nanë 80 vjeqare, dhe që tash kjo fol, ka lexu ka si po pak po ka probleme harrejsen. Edhe me namaz po ka problem, mjanis po më fort, mjanis po 2 ma shumë, po jep selam. E shka këshilloni edhe për abdes është problemi se edhe për kom, po ka shumë zërmi laka. Edhe e kom dëgju një hoqë, unë që tonë YouTube që ka thonë glesh që janë që shtu pak me harrejs, e pleshtije e ase, ta edhe më spuqin, për shamë me morë abdes kejt komplet, ta mune dhe më forë qashtu veç për se ndërrejnë fake. Edhe na të shpejtojnë atë në qashtu merë abdes kejt, dhe shkonë veç ka kur shtu me dorë për mi që ropa nuk dije, është mirë që pejtojnë fshapa për s'po ka bojna. Po. Edhe unë senet e fali sa banë nga shumën, i qëj, masit e kry namazin, i qëj duhet edhe luta për vdeknit, për babën te, për gjyshe, për gjyshin e këto. A është mirë që i qëj duhet nga të lutna, ose veç duhet me lutë shtu pa bërë lutje shtu me dorë që i qojna me bërë lutje. Po. Pyetje tjera? Edhe pyetje tjera, për momentin që të dyja e kam, veç për nonën që a pas do këshilla me di që qysh me reagu, qysh me qka me thonë nonës. Po. E ka probleme harresen, edhe për ka me ka shumë problem se s'ka qysh me laja, se për gjithë shumë shtijesh. Vajk, ta që me në përgjithë në qama. Faleminderit. Nëse bjerë me ndërshka shkrunë, ose telefoni, pa problem. Okej, faleminderit shumë. Të ndërruar qofshim. Po, hoqë. Atëherë, mund të përgjigjemi. Po. Sa i përket moshës, mashallah, 80 vjeç, është hadithi pejgamberit sa më duhet ta inkurajoj mas pari për këtë kohë edhe ka rrit këtë moshë edhe vazhdon me punë të mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu." Njeri më i mirë ka thënë është ai i cili i zgjatet ymri, i zgjatet jeta dhe vazhdon me punë të mira. Dhe inshallah shpresojmë kjo nan, kjo loke të ketë jetë për ty një arabit, 80 vjetë dhe vazhdon me fol namaz. Sa i përket asoj se harron, përmendëm më herët një ajet Kuranit, Allah nuk e ngarkon askënd për te asaj çka nuk mundet me bart, dhe në këtë moshë është e natyrshme që edhe harresa të jetë prezente, por ajo të vazhdon ta fol namazin, jo me thonë me ndërprer, të vazhdon ta fol namazin edhe të vazhdon me ato që është më sigurta. Për shembull, njëri kanjherë nuk e din sa i ka fol, 3 apo 4 rekate. Duhet me shku ka jo ma sigurta. Ma sigurta jem që i kun fol 4, edhe ashtu le ta lëm. Nëse ka mundësi, për shembull që evrej në i gabim që ka bu brenda namazit, pezojmë e ka harru, kjo po folim kur i kujtohet, nëse ka harru për shembull surën El Fatiha me lezu që është vajibi namazit, mjafton para se me bo selam, me dhon selam, në uljen e fundit jep selam në anën e djathtë, i bën 2 sejdë që thirret sefi sejdë, dhe pasaj qëndron në uljen e fundit, të këndon tejatin, shahadetit, salavat, duat dhe kështu e kryen namazin. Por ajo që vazhdoi, edhe nëse nuk i kujtohet, let falet në atë mënyrë sikur që është po sigurt. Ndërsa kur fjalët e abdesi, shumë bukur e tha që se mas pari pjesa e larjes së këmbëve është prej forzave të abdesit. Nuk ka namaz nëse nuk lahen 4 gjymtyr. Pjesa e fytyrës, pjesa nuk kemi abdes pra, nëse nuk lahen pjesa e fytyrës, pjesa e durve deri me bryla, dorës së djathtë dhe dorës së majt, të dhonit mes kokës dhe larja këmbëve. Tash, larja këmbëve është çka mundësia që përmendi. Zakonisht kjo është koha ku edhe pleshtet tonë kanë problem, është ajo qarkullimi i gjakut, po, edhe din zakonisht edhe kohën e verës ndin një farë fësëtësie. Është nuk ju qarkullon gjaku mirë, është një mundësi me ble disa mbathje të lëkurës që quhen me emrin meste, i mbath ato
Dhe mjafton për shembull i mbath të pastërta, mas pari në kohën e namazit sabahut, merr abdes, nëse s'mundet ajo vetë mi la kom, minimoni jo mi la kom, pjesën e komve, prish, s'ka kurfar problemi, i lan kom dhe i fut komt e saj në ato mestet që thamë janë të lëkurës dhe ato afati për vendasin është 24 orë. Mjafton tash në drek kur merr abdes, krejt abdesin që kryen, sikur që përmendi, kur fjallat e kombet me dorë të lagur, vetëm këtë pjesën sipër, meseve dhe është abdesi plot. Kështu vazhdon ikindin, ashtu akshamin, ashtu yatsin dhe sabahun deri sabahun e ditës tjetër. Pra 24 orë mundet më fal me abdes vetëm duke i ra mes me mes. Edhe puna edhe Fatimusim i sëmbash, po edhe lutja për vdekurit pas namazit me ngritur, po. Po, kjo është e mirë se na zakonisht kur bëjmë dua, normal, forma e duas është pejgamberi sa kur ka bëu dua ka ngrit duart dhe në këtë formë sikur i kërkon Zotit diçka. Dhe nuk ka asgjë të keqe që e ka bërë si lloj tradite që po se lutet për vete, për familjen e saj, të lutet edhe për vdekurit e saj. Dhe inshallah e përgëzojmë edhe këtë motër që bën këtë pyetje se lutet me siguri edhe për babën e saj nëse nuk e ka në këtë jetë, po. Përmendet një evlad i mirë është ai i cili edhe lutet për prindët e vet. Ka ardhur në hadith pejgamberi sa Allahu nuk i kthen, është i turpshëm Allahu. I vjen turp që dikush me i ngrit duart lart, këtë pozicion e me kthy Zoti duar bosh. Pra Allah ja pranon duat. Edhe nashta si rezultat i kësaj Allahu ja ngrit edhe pozitat e lartë prindit saj në xhenet. Prandaj le të vazhdon në këtë formë dhe ta lut Zotin e inshallah Allahu i pranon duat e saj dhe duat e tona në përgjithësi ya rabbel alamin. Jemi tek abdesi hëndëruar, kemi edhe pyetje edhe për mbylljen e personit emisionit tonë. Cilat janë lëshimet ose gabimet që ne mund t'i bëjmë gjatë marrjes së abdesit, përfshirë edhe rastet kur ne jemi të papastër apo xhunub, si të përmirësojmë të lëshime dhe çfarë prish abdesin saktë. Është rezervuar shpejt apo jemi? Mund ta rrezosh tani sa për siguri? Cilat janë lëshimet ose gabimet që ne mund t'i bëjmë gjatë marrjes së abdesit? Po. Përfshirë edhe rastet kur jemi të papastër ose xhunub. Si përmirësojmë këto lëshime nëse i bëjmë dhe çfarë prish abdesin? Po. Duhet të kemi parasysh dy gjëra, mas pari larja pas xhunublëkut, pas asaj do të që e obligon guslin, sikur që janë marrëdhëniet intime, kërkohet pastrohet i tërë trupi. Por paraprakisht është mirë të merret abdes, është sunet para se me u pastru tërë trupin, me marr abdes sikur që shmerr rëndant, po flasim kur është njëri i papastër pe xhunublëkut, është mirë mas pari po tregojmë si formë, është mirë mas pari njeriu me pastru organet e tij gjenitale, pastaj me pastru duart mirë dhe me marr abdesin e rëndëm sikur që e marrim dhe pastaj me pastru tërë trupin. Që është më e mira më e preferuara nga aspekti i pastrimit nga xhunublëku. Ndërsa kur fjala tek abdesi, lëshimet që mundna me bëu edhe ato që janë të urrëtura gjatë abdesit, mas pari është mirë do të abdes llogaritet që kemi nëse i plotësojmë farzet e abdesit. Pra, i përmendëm më herët, larjen e fytyrës, një herë, larja e durve deri mbi bryla, të dhënit mes kokës dhe pastrimi këmbëve. Me këto, ne llogaritet që kemi abdes, por ato që janë sunete është me vazhdu me rënditje, sikur që janë përmendura, larja e durve deri mbi zogj, shpërlarja e gojës, shpërlarja e hundës, larja e fytyrës 3 herë, larja e durve deri mbi bryla, dorën diasporit 3 herë, dorën e majt, të dhënit mes kokës, larja e këmbëve deri mbi zogj 3 herë. Kjo është forma më e mirë e abdesit
dhe përmendet që sa herë çdo gjymtyrë që e lajmë prej saj dalin mëkate. Na fshihen gjunat dhe në anën tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush ka mundësi ta rres shenjën e tij, për shembull, tregon thot ummeti jam do të ringjallet në ditën e kiametit, do ta njeh umetin tem përmes gjurmëve të bardha të abdesit. Para mendo, pejgamberi do të na njeh neve umetin e tij në bazë të gjurmëve të abdesit. Thot, andaj kush ka mundësi për jush ta rres shenjën, le ta rres. Për shembull, është e preferuar deri këtu pak me shku më lart. Me shku është e preferuar deri këtu, do të bojnë dritë gjymtyrët e abdesit që kemi larë në këtë botë, do të bojnë dritë ditën e kiametit. Ajo që është e preferuar dhe pastaj edhe ajo që është e urrëtur, edhe për fund për ta përmbyllur çka frish. Ajo që është e preferuar është pra me fillu me bismillah. Abdesin me fillu me bismillah dhe me marr rëndom kështu sikur që e përmendëm. Është mirë me u kthy ka kibla, me shpërla mirë gjymtyrët, me shpërla mirë gojen, hundën. Pastaj tjetra është mirë që mos me fol gjatë abdesit, është mirë mos me shpenzu ujë të tepër gjatë abdesit, se ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë edhe sikur të isha pranë një lumi, nuk është mirë me shpenzu tepër, të mos flasim gjatë kohës sa merr abdes. Tjetra gjona që është e preferuar gjatë abdesit, pasi që të marrim abdes, është mirë me pi pak ujë kënd gjatë kohës kur nuk jena xherushëm, kuptohet, me pi pak ujë edhe me u kthy në drejtim të kiblës, me ngrit gishin tregues dhe me bën një dua, me thon shahadetin, që thonë ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, këtë formë, dhe me bën një dua, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. O Zot, më bëj mua pej të atyre që pendohen dhe më bëj mua pej atyre që pastrohen. Është mirë punën e abdesit, sikur që tham, me marr, sidomos edhe rënditja ka rëndësi, mos me la djatën para të shmajtën, djatën para djatës, djatën para, po, ashtu desha me thonë. Majtën para djatës, po, kështu desha me thonë. Dhe kur është fjala pastaj tek prishja e abdesit, prishja e abdesit, ajo që prish abdesin është çdo sen që del nga trupi. Për shembull, qelbi është diçka që prish abdesin. Ka pediatorëve, edhe pse këtu ka mendime, edhe tek mëdhëpja në fije dhe dalja e gjakut e prish abdesin, do të gozrat e prishin abdesin, ato nevojat fiziologjike, nevoja e vogël, nevoja e madhe është për atyre që prish abdesin. Ajo që prish abdesin është gjithashtu pe i rasteve kur të hup ajo edhe vetdia, domethënë nuk je më ka zon xhumi, është pe gjona që prishin abdesin. Këto janë ato disa të cilat na kujtun dhe inshallah jemi pe atyre të cilët kujdesemi për namazin ton, për veprat tona të mira dhe inshallah dhe ato që patëm edhe si sot temë në gjatë emisionit tuaj, inshallah Allah na bën të zbukurohemi me moralin ton, ashtu qysh zbukurohemi për pamjen tonë dhe kujdesemi. Bile është një dua që me të përmbyllej. Kemi një telefonat të na përmbyllim, po krye doja. Vetëm po, përmend thotë sikur kur del njëri para pasyrës, është mirë kur e sheh veten sa mirë është zbukuruar, thotë o Zot, ma zbukuro moralin tem, sikur që ma ke zbukuru pamjen tim. Allah na bëjë. Pranojmë telefonatën, në bën me dia. Nëse kemi në linje, po kemi telefonuesin në linje, po presim të na lajmërohet. Kërkuam dhe vazhdojmë të kërkojmë me kuptim në vazhdimsi për dështimet e mundshme telefonike dhe për thirrjet e mundshme. Alo, jeni në linjë të drejtë.
Selam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam. Hysin nga Gjermania. Po vllai dashur, urna. Desha me përshëndet hoxhën e nderuar përzemësisht, gjithashtu përshëndes edhe tyje. Faleminderit Do Allahu. shpejtim, Allah inshallah je vjeni të harit dhe Allah ju shpërblet për mundit që pjepni. Bashkë me juve. Falenderes, pyetjen nuk kam vetëm unë kam thirrë ekstra për vëllon kushtrimin që më ka kryer një punë, derisa të falenderoj shumë edhe Allah edhe ato e ruajt në çdo kohë ku gjendet inshallah është në rrugën e Allahut azza wa jall. Amen. Ju falenderoj shumë dhe kalofshi sa më mirë, Allah ju ruaj të gjitha. Amen, bashkë me Lucin. Allahu shpërbleft. Selam aleikum. Aleikum selam, qofshin nderuar. Kushtrimin e falenderova edhe para parkesh. Edhe na i bashkëgjitni këtij. Po punën e tij sot në edhe gjithë kohën do të ishim në ekranet tona, kështu që aty Zoti është shpërbleft e bën punën e madhe prapa kamerave. Ne s'pja marrmi hakun atij, po veç po e falenderojmë sepse bën punë të madhe. Hoq, faleminderit Allahu shpërbleft për sonte. Do Zoti të takojmë herëve tjera. Inshallah gjithmonë për hajër e për mira, u jem mirënjohës dhe papunësisht falendrues për mundësinë e dhënë. Faleminderit shumë. Qëndroni me ne të dashur shikues dhe dëgjues, ne dëgjojmë edhe shihemi emisionet tona të radhës. Deri atëherë, selam aleikum.